tretë të akuzuarit për vrasjen e Liridona Ademajt ish bashkëshorti i saj Naim Urseli, Kushtrim Kokalla dhe Granit Plava dolën sot edhe një herë para gjykatës themelore në Prishtinë. Ndonë se ishte parapar të dëshmoj Shaban Murseli, babai i të akuzuarit Naim Urseli, ai nuk u paraqit para trupit gjykues, ndërkohë që ka informuar gjykatën se qëndron pas deklaratës së dhënë kohë më parë. Gjykimi ndaj të akuzuarve vazhdoi me dëshminë e dëshmitarit Valon Luka, që ka qenë personi i parë, të cilin e kishte kontaktuar në telefon Naim Urseli. Më ka thirrë me një numër i cili përfundon me numrat 417, po. Dhe pastaj unë s'ju kom lajmëru, sepse nuk e kom njoft numrin, edhe isha te komshita të shkum për të najt, edhe më ka çu mesazh, saktësisht 8:32 minuta, me mesazhin urgent, qele urgent Naimu. Pastaj, o Valon na kanë vra. Këto të fundit çka të kem, e kam bërë print screen, edhe ja kam dërguar numrin e tij në WhatsApp, ku kam komunikuar më herët. Për mi vërtetuar është Naimi edhe kum pa që s'pishkon mesazhi, pastaj kum thirrën këtë numër. Pas kontaktit në telefon, Luka tregoi se është nisur në vendngjarje më pas në stacionin policor. Me të përfunduar intervistimin, Luka e kishte dërguar Naim Urselin në një nga hotelet në Prishtinë, ku të nesërmën i kishte dërguar një telefon dhe 2.000 euro. Kur kam shku një herë atë me një zyre të vogël, kishte qenë Naimi, ngushëllova. Ndërkohë erdhi prokuroria e rastit edhe më kërkoi që me liru zyren edhe dola jashtë. Vëllai i Liridonës, Leonard Ademaj, pyeti Lukën se çfarë i kishte thënë Murseli kur e kishte dërguar në hotel. Është e vërtet që kur keni shkuar në dhomën e hotelit Sfes, Naimi ju ka thënë ju që prokuroria më ka bë pyetje sikur me pas vrarë unë. Po. Ndërsa Naim Urseli e pyeti Lukën nëse kishte vërejtur ndonjëherë se mes tij dhe Liridonës ka pasur probleme. A keni qenë në dijeni që kum pas ndonjë problem me bashkëshortën time gjatë këtyre viteve? Jo, asnjëherë. Në seancë dëshmuan edhe dëshmitarët Aurel Pajaziti dhe Florian Avdia.